Ndërkohë, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, ka njoftuar se në cilësinë e tij edhe si kryetari i Bordit Drejtues të Forumit të Investimeve të Odave të Ballkanit Perëndimor, i ka dërguar një letër përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme, Kaja Kallas, duke shprehur shqetësimin e thellë për masat kufizuese që vazhdojnë të aplikohen ndaj Kosovës. Në letrën e tij, ai ka theksuar se këto masa pengojnë qasjen e institucioneve dhe bizneseve kosovare në instrumentet e BE-s për zhvillim ekonomik, siç thuhet, duke pezulluar mbi 600 milion euro projekte në fushat e mbrojtjes së mjedisit, energjisë, digitalizimit dhe infrastrukturës lokale. OEK në letrën e shkruar ka kërkuar heqjen e këtyre masave për të mundësuar qasje të barabartë në instrumentet rajonale dhe për të garantuar që sektori privat i Kosovës të kontribuojë në të ardhmen evropiane të përbashkët. Dhe të flasë